Si jeni njerëz të mirë? Kemi bërë shumë shkëputje, por u rikthyer përsëri. Sot dua të flas për ciklin menstrual dhe si ai ndikon në energjinë, humorin dhe gjendjen tonë emocionale. Dhe jo vetëm. Po e filloj këtë të një informacioni nga një shembull shumë konkret i jetës së përditshme. Ata që bëjnë palestër, këtu po flas për vajzat, e kuptojnë që neve performojnë me energji të ndryshme në pjesë të ndryshme të muajit. Edhe unë do shpjegoj se pse ndodh kjo. Cikli menstrual është përbërë nga 4 faza, që është faza e menstruacioneve, faza folikulare, ovulimi dhe faza luteale. Dhe normalisht të katërta këto faza kanë ndryshimet e tyre specifikat përkatëse. Në fazën e menstruacioneve ndihemi shumë të lodhur, kemi ngërçe, jemi pa humor, me energji shumë të pakët, dhe normalisht ushqimet me omega 3 si dhe hekuri dhe gjumi i mirë ndihmojnë që trupi të rikuperohet sa më mirë. Më pas kemi fazën folikulare. Faza folikulare është faza ime e preferuar dhe besoj të gjithave jo, se s'ka si tjetë ndryshe. Është faza kur ti mendon se mund të ndryshosh botën, ke një super energji, ndihesh shumë e bukur, ndihesh ndryshe, por ndryshe për mirë ama. Dhe është faza perfekte për të bërë intensitet, domethënë ushtrime me një intensitet më të lartë në palestër, mund të konsumosh proteina ose karbohidrate më komplekse për më shumë energji, si dhe kjo ndodh, domethënë gjithë kjo boom energjetik ndodh si pasojë e rritjes së estrogjenit. Pas fazës folikulare vjen ovulimi. Hormonet të ndryshme gjatë ovulacionit bëjnë që ne të ndihemi më energjike, kemi një rritje të humorit dhe më e rëndësishmja një rritje të libido. Kështu që është koha perfekte për intimitet ose një lidhje më të ngushtë me partnerin tuaj. Dhe e fundit faza luteale. Faza luteale është e kundërta e fazës folikulare. Në fazën luteale ne kemi një ulje të energjisë, nuk ndihemi mirë, jemi shumë emocionale, ndihemi sikur çdo gjë shkon keq, i marrim gjërat shumë personalisht, dhe kjo nuk është pa shkak. Normalisht në fazën luteale kemi ulje të estrogjenit dhe rritje të progesteronit. Ndërsa për sa i përket aspektit fizik, rritja e progesteronit sjell një ngadalësim të tretë. Normalisht gjatë asaj faze rekomandohet ushqime të pasura me proteina, ushqime të pasura me fibra, fruta, konsumimi i frutave të ndryshme, si dhe shumë e rëndësishme rutina e gjumit. Sepse normalisht një gjumi mirë përkthehet në një jetesë akoma më të qetë dhe më të lumtur. Kjo video as pak nuk është për të dhënë informacion të gabuar si njëra fazë është më e mirë se tjetra. Çdo fazë ka normalisht rëndësinë e vet për sa i përket funksionit normal të trupit dhe të qenies son. Por ajo që është e rëndësishme është të kuptoni rëndësinë e çdo faze dhe duke kuptuar fazat e ciklit menstrual dhe duke i bashkangjitur ato me një aktivitet të duhur fizik, një ushqime të duhura për çdo fazë të ciklit, por gjithashtu edhe një rutinë të mirë të gjumit, atëherë ju do keni një cikël menstrual të